Qeveria e re e Kosovës mbajti mbledhjen e parë të njëjtën në të cilën miratoi 5 marrëveshje ndërkombëtare dhe buxhetin e vitit 2026. Në nëntor të vitit të kaluar, Kuvendi u shpërnda pa u votuar plani i rritjes së Bashkimit Evropian në vlerë mbi 882 milion euro dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë mbi 120 milion euro. Menjëherë pas përmbylljes së votimit të buxhetit për vitin 2026 dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare, kryeministri Albin Kurti paralajmëroi nisjen e diskutimeve me partitë e tjera politike për çështjen e presidentit. E pas konstituimit të Kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë më brëm, tash jemi në hapin e tretë, votimi i buxhetit 2026 dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Por sa të përfundohen këto, jam i gatshëm që nga nesër të fillojmë kontaktet dhe diskutimet me subjekte tjera politike për çështjen e presidentit. 2 nga 5 marrëveshjet ndërkombëtare kishin të bënin me planin e rritjes. Një ishte ajo e reformave që Kosova ka dakorduar me Bashkimin Evropian dhe tjetra pjesë financiare e shumës mbi 882 milion euro. Kosova, që ende nuk ka përfituar nga plani i rritjes, po shpreson që me miratimin e kësaj marrëveshje, disa prej mjeteve t'i kalojnë sa më shpejt. Pagesa e parë parashihet të jetë avanci në vlerën prej 7% të vlerës së përgjithshme, pra që po besoj përkthehet diku tek 62 milion euro, ose parafërsisht aty, e siç parashihet me marrëveshje, pra gjysma e pagesës së disbursuar të parë, pra shkon në fondin apo kornizën për Ballkanin Perëndimor investive, ndërka gjysma tjetër vjen si mbështetje direkte buxhetore. Qeveria e ri procedoi në Kuvend edhe projekt ligjin e buxhetit për vitin 2026, të cilin e kishin miratuar edhe më 31 tetor të vitit të kaluar sa ishte në detyrë, por gjithashtu miratuan një kërkesë ndaj Kuvendit që përmes një vendimi të autorizoi zgjatjen e zbatimit të ligjit për ndarjet buxhetore të vitit të kaluar fiskal edhe për muajin mars 2026. Qense ndërkohë ka pagesa të tjera që duhet bëhen, ne gjithashtu miratuam edhe kërkesën drejtuar Kuvendit, pra për zgjatjen edhe të muajit mars, në mënyrë që të sigurohemi që disa prej pagesave të cilat pra janë të nevojshme të bëhen tash. Vlera e buxhetit për vitin 2026 është prej 4 miliardë euro, por që u paralajmërua se i njëjti do të rishikohet për shkak të ndryshimeve në kabinetin qeveritar.